mëngjes, Gonjë Tori në studio dhe për të gjitha pas të kam njësur javën me ne. Po, si që përmendet, mbrëm peja pas një dite pjesërisht me re, të qetë, të bukur, për qytetarët ka përfunduar me një ditë e cila e ka përballur qytetin dhe rrethinën me vërshime. Si pasojë dëme të konsiderueshme janë shkaktuar në për disa familje, si pasojë e këtyre vërshimeve. Momentalisht derisa po flasim, por edhe pas atyre vërshimeve që zgjatën disa minuta, gjendja paraqitet më e qetë dhe autoritetet janë parë dje në vendin e ngjarjes dhe kanë dhënë edhe prononcimet e tyre, duke kërkuar që të mos shkaktohet panik, si dhe gjithashtu ju kanë dalë edhe qytetarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë dhe i kanë raportuar rastet për me relativizu këtë situatë, damet, domethënë ta lagjet, pjesët apo fshatrat që janë prekur më së shumti nga reshët e shiut dhe ju thatë që bëhet fjalë për disa minuta, pra nuk ka rënë shi gjatë gjithë ditës, vetëm për disa minuta ka arritur të shkaktohet kjo përmbytje. Rreth orës 18 ka pas një shi të vrollshëm dhe ai shi duket se ka shkaktuar me piknisje nga pjesa veri perëndimore e qytetit që njihet si lagja e asaj pjesës Jarinës Astanqeshme si dhe pjesës së gjimnazit. Por dhe gjithashtu ka pasur edhe rreshje, faktikisht ka pasur edhe shembje dhëut edhe në pjesën e rrugovës. Po kryesisht, sipas asaj që na ka thënë drejtori i shërbimeve publike në Pej, Agron Mikshi, ai na ka bërë me dije se pika kyçe e asaj që e ka dërguar me pasujën edhe deri te kanali i njohur si Çokolica, ka filluar nga hyrja e lagjes Astanqeshme, por edhe në pjesën e asaj që njihet si mbi gjimnaz. Rruga, për shembull, rruga 12 Qershori, Ali Pashte Pelena, ka atje familje të cilat janë duke na raportuar se janë përmbytur pjesë të përdhesa të shtëpisë së tyre. E qartë, mirë, Valdrina, a është raportuar për dëme materiale, sepse me sa po e shohim fatmirësisht dëme njerëzore nuk kemi? Kështu do duja edhe t'ja nisja edhe këtij raportimit fatmirësisht dame në njerëz nuk ka dame materiale, ka edhe bizneset të cilat janë prekur, por pasojat dhe raportimet për vlerësimet e dameve pritet që dalin në gjatorën në vazhdim. Vlen me u theksu Gonjë që peja disa herë është përmbytur dhe sidomos në përmbytjet që kanë ndodhur me tragjedi, ato të fundit rekujtojmë që nuk janë kompenzuar, e ta shohim edhe këto a do të vlerësohen dhe a do të kompenzohen. Sigurisht do të jemi këtu për t'i përcjellur edhe autoritetet që do të besoj që do dalin për të vlerësuar situatën dhe për të ndihmuar qytetarët. Faleminderit shumë Valdrin për këtë lidhje direkte, të përshëndes dhe të uroj një javë të mirë.